Deputetët e BDI-s tërkohën këtë përbërje, përpjekjet maksimale i kanë bërë që të na demotivojnë dhe të na zhvendosin prej debateve esenciale për ta defokusuar, për ta manipuluar opinionin, për ta zhgënjur qytetarin shqiptar dhe popullin shqiptar, për të krijuar iluzion se shqiptarët kanë mirëqenie, kanë rahati, kanë siguri, natyrisht kanë edhe buxhet. Këtë normale se ata para që i japin për buxhetin, kinse i marrin mbrapsht. Do thot, janë momente flas prej unit të egostime, zhgënjime, po prap ai përkushtimi ndaj votës, ndaj qytetarit shqiptar, mban që të rezistoj, mban që ta flas drejtën, ta flas atë vërtetën dhe ta përcjelli realitetin e vërtet se si janë shqiptarët në to momente dhe për këto 12 vite që ju qeverisni pushtetin qendror dhe pushtetin lokal, sa janë kënaqur, sa realisht ju përkujdesni si qeveri. Është një vërtet tjetër se përveç një 20-30 figura, ftyra, të gëzuara, të lumturuara, të buzëqeshura, shqiptarët nuk e ndajnë këtë bindje dhe këto mendime, sepse ka të lëvizësh, ata ishe sot ma të varfruar, sot ishe qytetarë dhe sidomos rinin shqiptare, e cila nuk ka perspektivë dhe perspektiven tenton të ndërtoj në ëndrat e tyre për të hikë prej vendit vetë. Ne kati një muaj që debatojmë për buxhetin dhe kemi shtruar shumë pyetje edhe para ju, po sidomos të pyetjet e tona të drejt për drejta, të analizuara, kanë qenë për qytetarët, jo për ju. Sepse ju jeni protagonistët, ju jeni ato përfaqësues të cilët i keni bën këto pozicione, këto zëra buxhetor dhe këtë projekt buxheti antidemokratik, diskriminues dhe antishqiptar. Kur i bëjmë këto cilësime, nuk i bëjmë për shkak kinateve se ne s'qen kemi pushtet, nuk i bëjmë për shkak smirës se dikush qen ka këtu zavens ministër dhe njerit prej përfaqësuesve të PD-s e pas ka inati zavens ministrin, nuk i bëjmë këto kritika reale për shkak se regjën do kush e pas ka inati a pas zonjët aty, janë kritika që vinë prej realitetit dhe i mbështesin në fakte dhe në dëshmi. Jo në fjalë kota, jo me manipulime, si që ju tentoni të bani çdo ditë këtu. Çdo ditë dëgjojmë prej jush gënjeshtra, manipulime, me tentativa për ta zhvendos debatin çështje jo esenciale. Çështja është shumë e thjeshtë tani për këtë buxhet kur flitet. Gati për shumë vite rresht ka qarkulluar informacioni se janë 1 milion shqiptarë që mbushin buxhetin e Maqedonisë me mbi 1 miliard euro në vit. Asnjëherë nuk e kemi ndëgjuar një zyrtar të lartë apo të ulët BDI-s të marrë guximin dhe dalet prononcohet se është e vërtet kjo, se shqiptarët këtë buxhet e mbushin gati me 30 deri në 50%. Asnjëherë. Logjikisht është shtruar pyetja se sa hyn mjete prej remitencave. Deri pak para një kohe nuk e kemi ditur edhe ne zyrtarisht se sa është ajo shifër, ai numër i parave. Por tani kur kemi shifrat hulumtuara prej universiteteve dhe bankës popullore të Maqedonisë, shifër cilën e ka pranuar vetë guvernatori i bankës popullore të Maqedonisë, e ne ende nuk e ndëgjojmë një zyrtar të lartë të BDI-s të thojë se
Maqedoni hin 2 miliard euro prej Gurbeçarve. Ende nuk dëgjoj. A e dini çka do të thonë 2 miliard euro? A kur dihet botnisht për mos me zmadhu shifrën 100% se janë shqiptar, ato 500.000 shqiptar, shifër prap, jo e inja, jo e Partisë Demokratike Shqiptare, po e Bankës Botërore. Ju prap nuk keni guximin dilni thoni se është e vërtet, se ata 2 miliard euro Maqedonisë si sjellin siguri financiare, i sjellin siguri sociale, i sjellin mundësi për të marrë kredi, sepse ka kush i shlyer ato borxhe, ato hua. Janë shqiptarët, janë gurbeçarët shqiptarët që mbushin buxhetin për plot. E dihet botnisht, sidomos ekspert financave dhe të ekonomisë, se si këto remitenca hynë në buxhetin e një shteti. Janë të vëshët, janë akcizat, janë mjetet e tjera që shkëmbehen remitencët për të ardhur deri tek futja e këtyre mjeteve, këtyre parave në buxhetin e një shteti. Pikrisht janë këto momente që i bajnë, ja japin atë luksat mundësi për 3-4 muaj të fundit, kjo qeveri me bekimin e BDI-s, natyrisht gjithherë, të marrë me mbi 1 miliard euro buxhet hua, kredi, për ndërtimin e rrugëve, hekurullave, remont termocentraleve dhe punë tjera, që asnjëna prej këtyre veprave nuk është vendbanimet shqiptare. Asnjëna. Ne e pam në fillim edhe deklaratën e figurave, ftyrave buzëqeshura, ministrave të BDI-s, fillim kur mbajtën atë presin e famshëm se është marrë hisja në buxhet dhe janë da kaq mjete për këtë projekt e për projekt, u përmendën edhe 2 projekte të mëdha, rruga për koridorin 8, respektivisht kinse po ndërtohet rruga Gostivar Qafan. Dërsa kur erdhën propozimet edhe për kredin, edhe për realizimin e kësaj kuae, ne e pam se ku dedikohen ato mjete, dhe nuk e ndëgjuam prap, as një deputet dhe as zavens ministrin, as një zyrtar të lartë BDI-s prononcohet se ata mjete mënyrë të drejt për drejt miren dhe shfrytëzohen, realizohen vendbanimet ekskluzivisht pastra etnike Maqedone. Ne propozuam edhe atëherë amendamente që nuk u pranuan prej BDI-s, sepse e dim pozicionin e zyrtarve, ministrave, zavensave, deputet. Konstatimi tani i përbashk edhe i qytetarëve dhe i shqiptarëve se të gjithë ju zyrtarët e lartë jeni të nënshtruar, jeni parti vazale, jeni vegla për të ndihmuar një parti tjetër politike Maqedone për të realizuar projektet e veta për shtetin dhe rajonet ekskluzivisht banuara me qytetarë Maqedon. Këto janë gjitha fakte, janë dëshmi. Nuk janë fjalë kota, nuk janë manipulime, si që dëshironi shumë për ju deputet BDI-s, ta mirë një guximin me aq zell të madh, thoni se Dibra është e lumturuar, se ka gjitha gjërat rregulluara, ndërsa unë isha para 3-4 ditë në Dibër dhe pash Dibrën zbrazur me pa perspektiv, sikur asnjëherë tjetër. Janë 100% njerëz të dëshpëruar prej situatës politike dhe ekonomike për Dibrën. Është i njëjti Rexhaili i cili më shumë preokupohet për bujkun Maqedon se bujkun shqiptar. Dhe deri këtu na gënjen se gjysa e subvencioneve po shfryzoka për bujkun shqiptar. I njëjti është Rexhaili që del dhe merr guximin t'i thojë qytetarëve shqiptar se Likova dhe fshatrat e Likovas janë mirë, kanë begati, kanë ekzistencë, kanë mirëqenje, kanë infrastrukturë, ujë, rrugë, shkolla dhe gjithçka. Ne si grup parlamentar edhe
bugjetet e tjera, po edhe në këtë propozim bugjet, propozua shumë natyrshëm amandamente. Amandamente cilët burojnë drejt për drejt prej kërkesave reale qytetarëve shqiptarë për vendbanimet e tyre. Amandamente cilët jo që e plotësojnë një propozim të BDI-s, kinse pas ka qenë ose është propozim bugjet, po që nuk ekzistojnë si zëra, nuk ekzistojnë si projekte në këtë bugjet. Prej të ujësjelës dhe ujë përpije, deri të shkollat, rrugët, ambulancat dhe infrastruktura tjetër, mos flasim për vepra tjera, për kulturë e artë. Gjithë 98% të amandamenteve tona kanë qenë drejtuara për një infrastrukturë elementare që i mungon shqiptarëve, vendbanimeve shqiptare. Ne i ndëgjuam edhe deputet Macedon me përplot ankesa dhe kërkesa, është normale, po jam i bindur se 90% vendbanimeve maqedone infrastrukturën elementare kanë të rregulluar. A e kundërta është. 90% e shqiptarëve vendbanimet e tyre i kanë pa infrastrukturë. Kur ne këtu në kryeqytet, komuna e Çajirit përballemi me infrastrukturë shkatruar, qytet ose komunë e cila nuk ka ujë të pishëm mes Shkupit. Çka mund flasim? Për rrugë dhe rrugica, me veti kam sjell disa rrugë të komunës Çajirit. Kjo është për qytetarët, kjo për ju. Për qytetarët, sidomos qytetarët e vendbanimeve të qyteteve tjera. Ja, Çajiri. Ja rrugët e Çajirit. Ja kjo. Unë dhe ju një pjesë i keni shkeler këto rrugë, sidomos qytetarët që jetojnë dhe banojnë këto rrugë kanë fatin që çdo ditë me të dalur nga shtëpia të fundoset me një grop, ta thej kamën apo ta damtoj makinën që rrallë gjindën të një familje e cila mund të ndes makinën për dalë në qytet për shkak. Ja shi rrugë. Juve, ju vjen si bezdik, jo, e dy juve këtu, po është ky realiteti. Ndërsa realiteti tjetër, me paratet tona, ja si ndërtohet Shkupi. Distancë me 200-300 metra vijajrore, ja Shkupi. Ky është qyteti urban me infrastrukturë plot. To janë dy botra, to janë dy realitete ku banë dy jeta qytetarëve. Një e rezervuar për shqiptarë, tjetra për maqedonasët. 1 miliard euro mënyrë të drejt për drejt shqiptarëve ja dorëzoni si luks, si mundësi për të ndërtuar dhe për të realizuar vepra ose projekte të tyre. Ndërsa Rexhaili dhe gjithë ju me bindje plot për them se nuk keni ujë për pije. Dikush vjen prej Kosivari, dikush prej Tetove, dikush prej Kumanove, dikush prej Struge. Asnjë qytet shqiptar, asnjë komunë shqiptare nuk e ka të rregulluar problemin e ujësisë. Edhe dilni këtu na thot Rexha se ka projekt regional, para mendo, projekt regional. 80 vite eksploatohet uji i qytetarëve shqiptar të komunës Likovës. Jo një ditë, 80 vite. 70 milion denar janë para parë në këtë buxhet për ujësjelës në Tetov, Likovë dhe Kërçov. Vetëm projekti Makedonsko-Selo për si vjet i ka 62 milion denar. Mos flas për këto vite, 6 milion euro janë harxhu deri tani. Dhe ju flitni për fuqitë juaj që vendosni është të merr, është e pa kuptim që kuptoj unë juve, ose një qytetar i cili ka këto informata. Fatkeqësia është sepse me këtë terr informativ, me këto blokada që i bani, që mos dale e vërteta në shesh, me këto rrenat kulluara, me këto zhvendosje, debatesh, e bini car dushanin që për ta tërheqë vëmendjen për ngecjen e integrimeve, për ta tërheqë vëmendjen e jetës një vendbanime dhe qytetarëve shqiptar, për të marrë me probleme tjera. Realisht do thotë, projekti Shkupi 2014 nuk do mend se ka në vete një strategji
anti-shqiptare. Me këtë vuarje, kësaj përmendore, shqiptarëve ju ka bë me dije se gjithçka mund vihet këtu në këtë qytet, qyteti i la shqiptar dardan, vetëm përmendore shqiptare s'mund vihet aty. Edhe Çardushani, para mendo, një despot i cili ka sjell kob, i ka sjell mjerim gjithë i rajone, popujve që kanë jetuar këtu, shqiptarëve, maqedonëve, bullgarëve, grekëve, i lejohet një despoti që i përmbledh gjithë perandor sultan, si kanë bërë ato të këshia sa ky Çardushan, lejoni të vihet këtu me Shkupit dhe me atë aksionin e kotluar Tokmak, u munduat bani reprizë ati të filmit për kalan Shkup. Nuk i hanë mu populli këto filmat parë për ju. Nuk i hanë. Gjithçka në këtë shtet është rregulluar me ligj. Edhe për parking është rregulluar. Edhe për pirjen e duhanit ka ligj. Edhe për hudhjen e bishtit cigarës rrugë ka ligj. E dini se prej 20 euro po të pështysh në vend publik dënosh. E s'pas ka ligj se si vihet një përmendore. Edhe nuk po gjeka a institucion se kush e ka vu. Është merë, është diçka e papar që ju mundoni me na i servu neve. E papar për qytetarin shqiptar, për ne, për mendjen e shëndosh, për logjikën e shëndosh njerëzimit. Si e keni guximin këtë luks, edhe dini tut, kaq me zon, natyrshëm se PDSH-ja i ka faj. A jeni normal? A ktheni pak logjikën ju, a ju funksionon logjika hiç ajo. Si masaj logjike, edhe Hasan Prishtinaj, PDSH-ja i ka faj se Hasan Prishtina si ka thonë vitin 1912 me majtë Shkupin të lirë. Pse ka dorëzu sërbëve. Shtu ju funksiononi. Viti 2014 po himër. 12 vite jeni pushtet, jo një vjet. 12 vite. E u mirni ju me rrena, me zhvendosje temash, me dislokim të vërtetash, nuk u mirni me realiteti. Realiteti është shumë i hidhë për shqiptar. Shumë i hidhë. Për çdo lami, për çdo fush, që shumë pak janë këto 20 minuta, po u futëm segmentin, fushën e shkollave. Po u futëm aty. Ju kam të regu ata fotografit e këtu i zotnisë se me 700 shtëpi, 7.000 slupçaras nuk kanë shkollë. Ja shkolla, e filluar 2003. S'ka guxim të shohë fotografinë, ka pa dhe më herë. Ja shkolla, 1100 nxënës, slupçan dhe fshati Orizor, ku mësojnë. Kjo është shkolla. Kjo është shkolla. Këtu edukohen, këtu thithin njohuri dhe dituri. Në të rrethana dhe këto kushte. Dhe ju vazhdoni, bashkëbisedoni të qeshtë. Fuqia dhe potenciali juve kina përmend me 100 herë se mbaron të kanali Haraçinës. 500 metre kanal, si jeni të ndjenje të reguloni për 10 vite. 500 metre. Afër shkollës, kanal që ndo, që infekton fëmijët qytetarët aty në banime. Kurse ai zotnia aty, që ka shtëpi në afër këtu i lumi këtu, që hudhen betorinat, hudhen ujnët e zeza, nuk është gjendje, as ka guxim, jo nuk është gjendje, as që i bjen ndërmend të kërkoje mjetët që të realizohen ky shtrat dhe kushtet e qytetarëve. Ndërsa e shohim Aliametin dhe ju shkojnë atje ndërtojnë përmendorën e nënës shqiptare, që për rrethona qera do t'ja vlente dhe ajo. More, sot nëna shqiptare lëngon, sot nëna shqiptare për zjalli është vu përmendore. E dini jo se për plot keni ende invalid luftës, që kanë metë mshirën e Zotit edhe shoqatave bamirëse? A ju për çdo të cikël zgjedhor keni ra tupan se do ta rregulloni ligjin për statusin e këtyre njerëzve? Ku jeni ju? Ku i keni harru këto sene? Ju çlirimtar, ju adhetar. Nëse ju jeni çlirimtar dhe adhetar, publikisht, botnisht, tërheqem prej pozicionit të adhetarit. Nuk dua t'jem si ju. Nuk dua njësoj si ju. Nuk dua. Në asnjë variant nuk dua t'jem njeri si ju.